Kërë të Vitorin, po qante dhe thash, që ke po baba tash? Iliri dhe Stenaldo kaluan kohë të dy së bashku duke diskutuar gjatë për jetën e tyre. Stenaldo tregoi dhe heroinën e tij që ishte nana dhe për sakrificat që ajo ka bërë për të. Mollin e çupës. Dhe unë ja fiksonja se filloi që pak i sëmura, ke parasysh. Nga dimesa, si qëtë Aresa. Alzheimer. Aresa e kujtesë. Alzheimer. Edhe më theshte, ti o birë... Së vështirë shumë, edhe ajo. Po, Shumë vështirë. ajo është nga më të keq, se që do mund të dhem, po të pakën ke trurin. Ajo është nga më të keqe dhe është më e keqe për të gjallin që po kujdeset, sa për personin që po e vuan, se simptomat e të sëmurit kanë vështirësi, po dhe e reatojnë jetën. Ajo është një smundje që truri fillon dhe humbet gjithë një më shumë përgjithësi. Po dhe për njeriu që kujdesesh është e vështirë, po dhe ta shohësh ti se si i dashur jot, po themi degradon dhe vetë nuk e ndjen, nuk e kupton dot. Ai nuk ka asnjë lloj kuptimi për atë që po ndodh, fare. Po. Vetëm ti e sheh që sot s'e mban emrin, nesër të fikson me fytyrën. Është e vështirë. Duket sikur të humbet shpirtja e tjetrit është. Ata unë 2 vjetë, e lanja, e ruanja, e ushqenja vetë. Po. Me shumë knajsti. Po, i thash, baba, sa jeti gjallë, unë e kam motë. Kur ti ikësh ti një ditë, qoftë me largët, unë e kam bijë. Të lumë. Po, babaj nuk e, se ishte kjo ka familjen e tive, sepse vini njërës, vinte kjo më takova një gjarteze që kishte babaj para ca muash, rinë Tirana, variant, apo shëndes, rinë Tirana, po e nga e seka. Edhin kosha e pimi kafe me atë më tha mua, kur edha e në fundit, tha, para ca më të diste babaj, që takova më tha, ka merakun e varis. I thash, tha, po s'ki merak me se do të... Ke lirin? Jo, nuk ishte për lirin, do të gjenë edhe një zgjidhje. I thash, tha. Po bravo të qoftë, tani ka 3 vit babaj, motra ka zënë vendin e babajt, është në kryet këndit, po falën nusës time. Unë jam kundërstari motrës. Tani që ika e oqa nusën nga puna, këto muaj, që të rime motrën, edhe unë jam këtu, po falë asaj. Gjëja me e mi që më ka të nëzorë. Mrekulli. Para s'ka problem, po aman, unë djem i lumtur, do më dhenë, se nuk ta e lumturin para. Nuk është ashtu. Lumturia është, do më dhenë, me aty që... S'kam padur para, s'kam luftu në njerë për të. Dihesh mirë me njeri, ku dihesh mirë dhe të mbushet dita, kjo është lumturia. Se nuk kish para, mund të grindesh çdo sekondë, të kam dhirë mu para. Para që lumturinë se blen do të kur. Njeriu të ketë para për të mbajtur veten mirë, të jetoj mirë, të ketë mundësi të kujdeset. Po, në radhë parë është njeriu. Në radhë parë është njeriu. Në radhë parë gjithmonë është njeriu. Çfarë s'ta dëgjojnë veshët në këtë kohë. Prandaj ti flet për të shoqja ashtu, po atë që thua ti për nusën tënde, do të them për maman time. Edhe Zoti i bekon. Ka kushtuar jetën. Është heroi im legjitim. Mamaja ime sot, dhe gjithmonë. Heroi, bota ka plot. Njerëz që kanë bërë gjëra të mëdha për të tërë, mbas edhe për gjithë njerëzimin. A për popullin e tyre, a për dashur e tyre, po heroi im legjitim, ai që unë e them që është heroi im dhe imi, është mamaja ime. Me luftin që ka bërë dhe me betejat që ka udhëhequr, ne kemi ardhur deri këtu. Zoti më kof. Zoti në shëndet. Të lumt koja. Prandaj që lum ata që kanë mund në këtë botë, i lirë të jenë beku me një njeri dashur, rreth e qark. Sepse është kaq e rrallë, edhe kaq e vështirë, edhe kaq gjë e madhe është kur e ke, që ajo s'ka as pagim, as çmim, as definicion, as fjalim, as asgjë. Lum ata njerëz që kanë pas fatin, kanë pat një jetë një njeri që është një mirë. Kujtë e aparatin? Cilën? Aparatin. Këtu e kam. Marrë pështë. Do t'ja ndrosh vetë apo do t'ja ndroj unë? Ja ndrosh të shpirë që janë të fikën për me.